Unë jam Sokol Zeqiri, udhëheqës i sektorit për import-eksport në kompaninë Dauti Komerc. Ishte viti 2011, kur unë gjatë studimeve të mia të masterit isha një praktik pune në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe pas kthimit prej atje pata mundësinë që të takohem me pronarin e kompanisë, zotëri Xhemail Dautin, i cili më duhet ta theksoj shumë fuqishëm se është një lider jashtëzakonshëm i cili dinti nuhas kuadrat e mirë dhe mu dha mundësia të jem pjesë e kompanisë në një pozitë pune jo që tani unë e kam. Ishte agent doganor në kompaninë motor që e kam. Atje qëndrova për 4 muaj, pasi që në atë kohë gjatë studimeve kishte edhe një organizatë jo qeveritare, të cilin udhëheqja unë, isha themelues, edhe në një afat shumë të shkurt kohor mu hap mundësia në fondacionin të cilin atëherë kishte themeluar kompania në krye me pronarin e kompanisë, zotëri Xhemailin. Atje kam drejtuar fondacionin Dauti për 2 vite gjys, kam qenë drejtor ekzekutiv, dhe në vitin 2014, së bashku me pronarët dhe menaxhmentin e kompanisë, duke parë mundësinë për ta zhvilluar sektorin e importit dhe eksportit, duke u sinkronizuar edukimin profesional në ekonominë ndërkombëtare dhe mundësia për të kyçur në atë drejtim, poshtë rrugës që të bëj një lëvizje tjetër, që unë mendoj ka qenë një lëvizje pozitive në aspektin vertikal mbrëmje një organizate të këtillë regionale dhe ndërkombëtare. Edhe nga viti 2014 jam në këtë sektor ku tani udhëheqi ma gati se rresht 10 vite. Mund të them lirisht se të punosh në një kompani regionale që operon edhe në aspekt global, është një nder i veçantë fillimisht për çdo kuadër që është pjesë e kësaj kompanie, posaçërisht për mua. Kam një rritje të jashtëzakonshme në aspekt të menaxhimit të punës, kam një rritje në aspekt të zhvillimit të aftësive të komunikimit, zhvillimit të aftësive negociuese, të cilat i vetëm se me implementojmë për shumë vite në këtë drejtim, po ashtu menaxhimit me ekipe. Në këtë kompani ekziston fryma e bashkëpunimit. Çdo problem cilin jemi ballafaqu apo sfidë që e kemi pas gjatë këtyre viteve ka qenë se e kemi zgjedhur në mënyrë ekipore. Ajo që i kisha theksuar ka qenë kontraktimi i disa brendeve ndërkombëtare, të cilat kanë qenë negociata shumë të vështira dhe shumë gjata, ku kemi gjetë zgjidhje shumë elegante në mënyrë përbashkët edhe me menaxhmentin, por edhe me stafin e sektorit. Unë jam fakt i gjallë, që thonë shkurt, se në këtë kompani i jepet shanca të rijut, i jepet shanca profesionistit, i jepet shanca atij që është i dedikuar dhe ka ambicie për të rritur profesionalisht. Ju falenderit dhe juve, ishte kënaqësi të jem me kësaj rubrike punëtori i javës.